Altin Dumani ka mbajtur fjalën e tij të fundit si drejtuesi i prokurorisë së posaçme, teksa i ka kaluar stafetën kreu të ri të zgjedhur Klodian Braho në një ceremoni të mbajtur në ambientet e prokurorisë së posaçme, ku të pranishëm ishin edhe përfaqësues të ambasadave në vendin tonë. Dumani u shpreh se drejtimi i SPAK-ut ka qenë një privilegj dhe përgjegjësi e jashtëzakonshme. Ai theksoi se SPAK sot është më i fortë, më i konsoliduar dhe më i besueshëm se më parë. Sot mbyllet një kapitull që ka qenë një ndër më sfiduesit e karrierës time 26 vjeçare si prokuror. Drejtimi i prokurorisë së posaçme ka qenë një privilegj i madh, por edhe një përgjegjësi e jashtëzakonshme. Në rrugën tonë jemi ndeshur me vendime të vështira, sfida institucionale dhe presione të mëdha. Në çdo hap kemi punuar me integritet, profesionalizëm dhe vendosmëri. Sot mund të them me bindje se SPAK është më i fortë, më i konsoliduar dhe më i besueshëm se më parë. Këto arritje janë rezultati i punës së palodhur të gjithëve, prokurorëve, oficerëve të byros kombëtare të hetimit, hetuesve financiar, ekspertëve, stafit administrativ, kabinetit dhe të çdo punonjësi që ka kontribuar me ndeshmëri dhe kuraj. Dumani falenderoi kolegët, partnerët ndërkombëtar dhe publikun shqiptar për besimin e dhënë, ndërsa i uroi suksese pasardhësit të tij Braho në detyrën e re. Dua t'ju falenderoj përzemërsisht për përkushtimin, integritetin dhe sakrificat tuaja. Gjithashtu dua t'u shpreh mirënjohjen time partnerëve tanë ndërkombëtar, të cilët kanë qenë krah nesh në çdo etapë, me mbështetje dhe ekspertizë të pakushtuar. Kontributi i tyre ka qenë i çmuar për forcimin e kapaciteteve institucionale dhe për ndërtimin e standardeve që kemi sot. Një falënderim i veçantë shkon edhe për publikun shqiptar. Besimi i tij ka qenë forca jonë më e madhe. I uroj shumë suksese zotit Braho në detyrën e re dhe kam bindjen se ai do të mbështetet në mbi trashëgiminë 6 vjeçare duke e çuar përpara misionin e SPAK-ut me integritet dhe vendosmëri. Altin Dumani u zgjodh kreu i SPAK-ut në dhjetor të 2022 dhe gjatë mandatit të tij 3 vjeçar u fokusua në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke ndjekur zyrtar të lartë dhe figura të profilit të lartë.